Bardhen detaje nga vdekja e papritur e këngëtarit të njohur të muzikës shqiptare Shpat Kasapi. Mësohet se Shpati ishte në një koncert në Bologna, teksa nuk u ndje mirë dhe më pas ndoroi jetë. Dyshohet se shkak është bërë ataku në zemër. Artisti, i cili prej më shumë se 2 dekadash ishte një nga emrat më të dashur të skenës shqiptare, nuk arriti të mbijetojë sulmin kardiak, ndonse nuk raportohej të kishte pasur probleme të mëparshme shëndetësore. Shpat Kasapi, i lindur më 1 maj 1985 në Tetov, u rrit në një familje me origjinë librane dhe me traditë muzikore, që në fillimin e viteve 2000 ai u bë pjesë e skenës muzikore shqiptare, duke fituar popularitet të madh në stilin e tij modern dhe performancat energjike. Këngë si Më do, Valle Kosovare, Dashni Palimit dhe aroma e saj u kthyen në hite që e bën të njohur në të gjithë trojet shqiptare. Gjatë karrierës së tij, Shpati mori pjesë në festivale të rëndësishme dhe realizoi bashkëpunime që lanë gjurmë tek publiku. Ai vazhdoi të ishte aktiv dhe i pranishëm në muzikë, duke ruajtur popularitetin edhe vitet e fundit. Na duhet të rikujtojmë se Shpat Kasapi para disa muajsh bëri me dije divorcin e tij me ish bashkëshorten Selvie Jaho. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.